për artin. Kam kënaqësinë që sot jam e rrethuar në fakt nga artist, me cilët do të flasim për artin, por specifikisht do të flasim për një vepër, një libër në fakt, që do të publikohet së shpejti dhe që flet pikërisht për artin konceptual në vendin tonë. Për diskutuar për këtë libër dhe për artin në përgjithësi, unë kam kënaqësinë që me mua në studio është Ilir Muharremi, autor i librit, po ashtu edhe artist dhe kritik i artit. Mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se u gjeta. Po ashtu me ne përmes Viber, me qenë se nuk e kemi në Kosovë, kemi në linjë të drejt për drejt me Viber edhe Kushtrim Sulejmanin, artist dhe organizatori e eventit ku do të bëhet edhe promovimi i librit. Kushtrim, përshëndetje. Përshëndetje dhe faleminderit për mundësinë. Kënaqësi ju kemi në Rreth e Rrotull. Ilir, do të filloja nga ju, një libër me një titull që tregon që është bërë një ulëmtim i mirë, ka shumë informacione, sa të desht për të grumbulluar themi, për të hulumtuar për artin konceptual që ta vendosim brenda faqeve të këtij libri. Realisht, hulumtimi ka zgjatë prej pothuajse vitit 2003-2004, ku unë jo marrë vazhdimisht me kritikat e artit, dhe në vitin pibjen tash, do me thonë, në vitin 2025 është përfundu. është një kohë bukur e gjatë, rreth hulumtimit, rreth fakteve të veprave të artistëve, ku janë të përfshira, do me thonë, veprat konceptuale, vepra neokonceptuale. Se kam pa si me interes, ku ne për shembull për këtë lloj arti ose për këtë lloj rryme të artit kemi pas vetëm materiale në për katalogjet ndryshme. Nuk ka pas libër të publikuar. Edhe unë e pas si të arsyeshme të jap një kontribut ose të dhoj një lloj, speçuj si lloj reference që do t'i shërbej edhe në të ardhmen si vazhdim i artit konceptual. Se arti konceptual të ne në Kosovë fakte dhe zhvillimin e ka pikrisht nga vitet 2005, 2006, 2007 edhe sot. Derisa në vitet të mëhershme kemi pas më shumë zhvillume artin tradicional ose artin e pikturës. E kjo është gjë mirë sepse trendet botërore tash pothuajse ose artistët botëror të gjithë pothuajse merren me artin konceptual. Po edhe Kosova ka shumë artistë të mirë, artistë të dëshmuar në skenën botërore ndërkombëtare sa i përket artit konceptual. Për shembull, janë të përfshirë artistët si Sisli Gjafa, Petri Talilaj, Floka Haliti, janë disa emra të cilët kanë marrë pjesë edhe në Bienalen e Venecias, por edhe kanë ekspozuar në për muze të famshme botërore, kanë pas ekspozita personale. Duke të gjithë, se këtu faktikisht ka qenë edhe kriteri ku artistë të cilët futen në libër të jenë të dëshmuar në pjesën e rajonit, por të jenë të dëshmuar edhe në pjesën e Evropës ose edhe matutje. Kjo ka qenë si një kriter ose si kusht për me mujtë, sepse ne edhim që ne kem shumë artista dhe kem shumë artistat mirë. Por, normalisht që gjithmonë është e gara cilë është ma i miri, a realisht ato e të shije pak si ndryshushme, por unë kam qenë shumë objektiv dhe nuk e kam nda ato në ma i miri, ma i pëlqyeri, por jam bazu të faktet edhe të dëshmit. Ilir, unë do doja të pyesja në fakt me qenë se emisionin Rreth e Rrotull e shohin të grupë moshave të ndryshme, shohin edhe ata të cilët nuk janë artistë, dhe për të kuptuar më mirë se për çfarë ne po do diskutojmë sot, do doja një shpjegim të shkurtër se çfarë do në kuptojmë me art konceptual. Me artin konceptual ne kuptojmë prezantimin e idesë para produktit. Edhe pse produkti është si dëshmia dhe si fakt i asaj që ka ti mendon. Nëse po kuptohemi. Do me thonë, e rëndësishme është ideja për veprën. Mund tjetë për shembull një vepër shumë e thjeshtë, sikur marrëqja që e bën në një banane të ngjitur në mur. Ajo ka si protest kundër artit bashkor ose artit konceptual. Do me thonë si lloj revanzhi i bëni, e qiti veten si opozit. Arti konceptual është art që duhet ta kemi të thelluar, duhet ta kemi të zhvilluar, të kultivuar idenë. Është art që ka dhe tekst që shkruhet për veprën. Është art që flitet për veprën. Ku hyn tashti video, hyn performansa, instalacioni, skulpturë, instalacion, e tjera, fotografia, po ashtu ama fotografia konceptuale.
po jo fotografia me estetik të mirëfillt, por fotografi konceptuale, ku gjithmonë në prezantim të parë është ideja. Në prezantim të parë ideja. Megjithatë, një libër, ky libër në fakt është parapar të promovohet jashtë vendit. Po, në Zvicër, në Zyri, në një bibliotekë shumë të njohur, Pestalozzi quhet biblioteka, është afër skulpturës të artistit të mirë njohur, artistit me famë botërore si Slej Gjafa. Aty kemi edhe skulpturën, domethënë në shesh, po ashtu aty kemi edhe hapësirën biblioteken, ku i presë të vinë normalisht të shqiptarët e diasporës, po ashtu kritik, kuratorët, botëror, kurdo që është i mirë se ardhur. Një kushir në fakt i këti libri, në fakt promovimit të këti libri dhe organizimit është patjetër kushtrimi cilin e kemi në Viber, kushtrim si po shkojnë pregaditjet, jemi gati për promovimin e librit, sa në fakt nuk është hera parë që bëhen promovimet të librave jashtë vendit dhe kjo është me të vërtet një gjë e mirë për mënyrën se si organizohen dhe edhe Mërgata njihet më shumë me veprat e artit, por edhe librat të ndryshëm në përgjithësi të autorëve të vendit tonë. Po, profesor Ilir Maremit do të mbahet në bibliotekën Pestalozzi në Zyri, hardao më saktësisht, siç e theksoi edhe profesor Ilir Maremi, me datën 23 maj në orën 17. Në panel do të marrë pjesë, natyrisht, profesor Ilir Maremi, gjithashtu edhe artisti me pamë ndërkombëtare, si Slej Gjafa, gjithashtu edhe unë. Si opcion më të përshtatshëm, domethënë ne kemi zgjedhë bibliotekën Pestalozzi për arsye se është njëra ndër bibliotekat më të njohura në qytetin e Zyrit, ku i ka dikon 12 pika të shpërndara këtu, dhe konsiderohet si një ndër qendrat më të rëndësishme kulturore dhe letrare. Arsyeja e dytë e përmendi prapi Iliri është se në parkun përballë, do të thonë parkun Hardau Plac, gjendet edhe skulptura Y e Cislejt. Do të thonë këto janë dy arsye pse ne kemi vendosur si opcion me zgjedh bibliotekën Pestalozzi. Qëllimi i promovimit të librit, do të thonë, është për pasurimin e jetës kulturore, begatimin e jetës kulturore këtu në Zvicër, gjithashtu promovimin e artit me vlerë dhe njohjen e artistëve që janë në libër aty që me të vërtet po bëjnë histori në arenën ndërkombëtare. Do doja të merrja në fakt edhe një mendim nga ana juaj lidhur me artin dhe punën e artistëve në vendin tonë, promovimin e kësaj pune jashtë vendit, në këtë rast në Zvicër, por edhe për librin cilin po flasim, cili është opinioni juaj? Shiqo, artistët e Kosovës, me të vërtet, si që teksova dhe më herët, janë duke bërë histori në arenën ndërkombëtare. I kemi artistët, për shembull, si Petrita Lilaj, ku është njëri ndër artistët që në çdo vend të botës ekspozon, është Laka Aliti, është si Slej Gjafa, mos harrojmë, është një top artist në botë. Arti në Kosovë është arti që hec me kohën, hec me botën dhe është mirë këto edhe ta dinë edhe ardashtit tjerë, do më thonë nuk jena mbrapa, jena të hec me kohën, është diçka shumë e mirë ku nuk dallohemi pi shteteve tjera. Gjithmonë në fakt me art, sport, po dalim të jemi më të mirët edhe ndërkombëtarisht, kështu që kjo në fakt na gëzon që po bëjmë një punë të mirë. Në këtë rast, do të flisnim pak brenda librit, disa detaje, çka karakterizon këtë libër? Kështu, do më thonë, këtu unë jam fokusu, tregova dhe më herët kryesisht të veprat të artistëve, për jo të artistët. Kom bërë një analizë për konceptet e veprave, për teknikat që i kanë përdorë artistat, idenë që e prezentojnë, çfarë lloj veprat të cilat edhe ata i kanë ekspozu, do më thonë, në shtetet të ndryshme, në galeritë të ndryshme, ajo në vepra që janë opozit me pushtetet aktuale, ajo në vepra që i përgdhelin pushtetet aktuale, ajo në vepra ma shumë me një naracion të brendshëm, a janë ma shumë vepra subjektive apo vepra që prekin gjithë shoqërinë objektive. Do me thonë, kryesisht unë marrë me këtë, do me thonë me idenë e veprave të tyre. Po ashtu kam bërë edhe një krahasim, sidomos në pjesën
por pequj të pjesa teorike e librit, ku kom bën një krahasim me vendet e rajonit, ku është arti konceptual, për shembull në Shqipëri ku qëndron në Kosovë, Maqedoni, Maltezi, Bosnje dhe Kroaci. Në çfarë niveli ata i kanë artistat, çfarë niveli i kemi ne, çfarë tema trajtojnë ata, çfarë tema trajtojmë ne, çfarë teknika ata përdorin, çfarë përdorim ne. Domethënë kom bën një lloj krahasimi pequj shkencor me vendet e rajonit. Po rezultatet kanë dalë gjithmonë si të paraafërta. Domethënë nuk ka ndryshime drastike, sepse jetojmë në një botë digjitale ku ndikimet ose gjërat i kemi shumë më afër. Prandaj artistët deshten apo nuk deshten gjithmonë kaplohen nga ato çka i shohin, qofshin imazhe, qofshin vizita të ndryshme, ose qofshin klikime në web paqe ku ti mundesh sot me komuniku ose mi ha punime të artistëve çfarë dush botëror, se cili minimum e ka një web paqe ku ti mundesh me apo veprat, mundesh me analizu edhe përshkrimet. Kjo është ajo te pjesa e parë, kurse te pjesa pequj pak si praktike, është fokusi esencial të veprat e artistëve. Edhe për se cilin vepër, për shembull, e kom ilustru, kom fut legjendën aty, e kom përdor referencën se ku është marra e vepër, kush e ka fotografu, si dhe anën tekstuale, do me thonë pequj vështrimin ose kritiken për veprën e caktuar të artistit të caktuar. Vërtet është një mundim shumë i madh, se kërkon shumë aktivitet, kërkon angazhim shumë profesional, kërkon literaturë, se nuk është lehti për shembull me dhënë një mendim, ti duhet edhe ta kesh një bazë për atë mendim. Prandaj kam përdorur edhe do me thonë fakte, si me thonë shkencore. Shofim Sisli Gjafa ku qenë ka lidhë. E kemi tashmë edhe artistin ndërkombëtar Sisli Gjafa, i cili veprat e të cilit janë edhe brenda këtij libri për cilin po flasim. Zotri Gjafa, përshëndetje. Përshëndetje, si ne, mirë, si po kaloni? Mirë, faleminderit, uroj që po na dëgjon mirë dhe uroj që po kaloni dhe ju mirë. Po na lajmëroheni nga New Yorku nëse nuk gaboj, apo jo? Po, jam New York, po. New York. Faleminderit shumë për kohën tuaj dhe do doja të merrja në fakt edhe një mendim nga ana juaj lidhur me librin që po flasim, arti konceptual në Kosovë, por edhe një opinion tuaj se sa po mirëpritën temi dhe sa po vlerësohet arti artistëve kosovar jashtë vendit. Me rëndësi është brenda vendit, me ditë që na ekzistojmë dhe marrim frymë, se kemi artistat mrekullueshëm, e kjo është një dëshmi ky libër, i cilit me një përkushtim të lirit, besoj në mënyrë gjenuine, sinqert, pa tendenca, pa grupe, faktikisht e ka përqafuar një udhtim të jashtëzakonshëm me një hulumtim të thellë, edhe është një ndër librat e vetme deri sot që ka dalë të arti konceptual, pa kufar tendenca, thjesht një hapësirë ku të shtin edhe me hapësirë ku faktikisht ta diktoni kritik të shëndosh, dhe në këtë rast edhe ai libër është për mu kritiku, pozitiv ose negativ, po është më rëndësi me ndohë. E kjo për mu është një vlerë shtesë e gjeneratave që po vjenë, këtë rast edhe i lirit, edhe besoj që këta duhet për mendimin tem edhe me fut, nëse duhet me shtik shtut, në shkollat e mesme edhe fillore. Po sa do koft edhe për fakultet, që është shumë rëndësishëm si libër, se tendencat e reja krijon faktikisht freski në shoqëri, e ju do të me qenë të vetëdijshëm po vlas opinioni që arti nuk është i gatshëm, buron nga thellësia, edhe gjithçka është për më qenë si hapësirë për kritik, edhe që shtyn shoqërinë përpara. Kështu që paramendoni shoqëri pa artista ose pa poet, pa shkrimtar, pa filmmaker, një shoqëri është një shoqëri e varfër. Kështu që ky libër dëshmon se është e rëndësishëm po flas në kontekstin e shoqërisë edhe jashtë. Thank you so much. Faleminderit shumë. Ju përshëndesim, faleminderit shumë për inkuadrimin tuaj të drejtë për drejtë, zotri Gjafa. Hajdeni në Zvicër, edhe atje keni prezentimin edhe më mirë. Faleminderit shumë për këtë hapësirë që ja keni jap i lirit, se me të vërtetë e meriton. Faleminderit shumë, ju përshëndesim. Faleminderit Sisli shumë. Ju uroj ditë mira. Gjitha të mira dhe për ju. Faleminderit Sisli, urime suksese. E cek edhe vetë se Sisli Gjafa është edhe në panel, i cili do të ketë fjallën kryesore, ku do të flasë për librin, për aktualitetin e artit konceptual në Kosovë, për artistat që i kemi prezentu, anën teorike.
Edhe kushtrimi po ashtu është njëri ndër organizatorët, por është edhe artist, i cili ka dhe veprat, do me thonë, për veprat e të cilit kam shkruar, ku ka qasje vërtet të thellë, shumë impresionuese konceptuale. Është pothuajse një mjeshtër për ata. Kushtimi marrëzojmë ta kemi me Viber, do doja edhe një opinion tuaj në kushtrim, kërkova edhe në fakt edhe nga zotri Gjafa, po promovohet libër për artin në Zvicër, nuk është hera e parë, po promovohen vepra arti nga artistët tanë jashtë vendit. Cili është interesimi, themi, qofti shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit, por edhe i zvicranëve në këtë rast, apo komuniteteve tjera që jetojnë në Zvicër për të parë dhe për të njohur me artin shqiptar? Ne kemi bërë ftesa publike, do më thonë edhe mediale, por edhe kemi shpërndar ftesa personale, kemi ftuar shkrimtar, artist, kurator, galerist. Është interesant me cek se Sisti është edhe i njohur, shumë i njohur këtu në Zvicër, janë disa vepra tina këtu monumentale që janë të ekspozuara në përfaqëse të ndryshme. Kështu që është interesimi edhe prej galeristëve të njohur këtu në Zvicër edhe kuratorëve zvicran. Do më thonë, ne jemi duke menduar tash në çfarë gjuhë dojmë me bo prezentimin e librit, sepse nëse kemi nacionalitete të ndryshme. Jemi në fazën përpunuese edhe të ftesave, kështu që jemi ka përfundimi, por ende nuk jemi në përfundim. Por gjithsesi është gjë e mirë që kemi material, kemi gjë të mirë për të prezantuar dhe këto detaje tjera pastaj rregullohen edhe me kohë. Për fund, pra, data e promovimit do të jetë data 23 maj, ora 17 ose ora 5 pasdite. I ftojmë të gjithë artdashësit, kritikët e artit, njerëz që edhe s'merren me art, se nuk do të thotë ai që s'merret me art edhe nuk e kupton arti. Arti konceptual është art i të gjithëve, art për të gjithë, që buron nga vedia edhe nga ideja e artistit. Do me thonë, artisti sakrifikon vetveten për masën, për t'i arritur qëllimet, për t'i ngritur pyetjet ose për t'i marrë përgjigjet. Faleminderit edhe një herë shumë që ishit pjesë e emisionit Rreth Rrotull. U uroj shumë suksese edhe më tutje me promovimin e librit, por edhe punën tuaj. Faleminderit edhe ju kushtrim që inkuadruat drejt për drejt. Shumë suksese edhe në organizime të tjera. Faleminderit. Faleminderit për mundësinë, ju dëshiroj një